Milan dhe Pato shkëlqejnë në ndeshjen mbyllëse të javës së 27 të kampionatit italian në supersfidën e javës, duke thyer keqjasin në lojë dhe rezultat Napolin 3-0. Yjet e mbrëmjes nuk kanë qenë as Ibrahimovic dhe as Cavani, i cili nuk ka gjuajtur asnjëherë në port, por shkëlqimi i mbrëmjes ishte Alessandro Pato. Ai është protagonist i marrjes së 11-metërshit, i golit të dytë të shënuar nga Boateng dhe më pas shënon vetë golin e tretë në mënyrë spektakolare. Fillimi i ndeshjes tregon qartë se askush nga ekipet nuk ka dëshirë të mbrohet, por Milan është shumë herë më i saktë në kontrollin e topit dhe në presingun ndaj kundërshtarit. Pjesa e parë, pavarësisht dominimit të Milanit dhe shpërdorimit të rasteve pafund me Paton, Robinjon, Flamini e Van Bommel, mbyllet pa gola 0-0. Pjesa e dytë nisërisht me dominimin e Milanit, por kësaj radhe kuqezit janë shumë të shpejtë manovra sulmuese dhe më shumë spektakolar. Provon në fillim Van Bommel, por De Santis është shpëtimtar në ndërhyrjen e tij. Megjithatë, pak sekonda më pas, në minutën e 49, Milan fiton një 11 metrash mes shumë polemikash. Pas një rrëmuji në zonë, Pato mundohet ta mbajë topin në zonën mike, duke gjuetur me kokë dhe duke gjetur dorën e Aronikës. Për gjyqtarin e Roki është penallti edhe pse miqt protestojnë fort, ndërsa nga pika e bardhë e penalltis Ibrahimovic është i pagabueshëm, duke kaluar Milanin në avantazh. Napoli është në ditë e errët, ndërsa Milan prodhon lojë dhe raste të tjera, duke humbur mundësi të mira shënimi me Paton dhe Robinjon. Ky i fundit zëvendësohet nga Boateng, i cili në minutën e 77 merr një asist nga Pato dhe mposht portierin De Santis. Por kalojnë vetëm 2 minuta dhe kësaj radhe shoku i takon personalisht Alessandro Patos, që shënon një gol spektakolar nga distanca. Mbyllet 3-0 me kuqezi të cilët rriçojnë distancën në +5 pikë nga Interi vendit të dytë. Titulli tashmë me sa duket do të jetë një betejë mes kushërinjve Milan dhe Inter.